Rreth 74 milion euro pritet të investohen në Spitalin Klinik të Tetovës në një prej projekteve më të mëdha infrastrukturore shëndetësore për rajonin e Pollogut. Projekti parashen rindërtimin dhe modernizimin e bllokut kirurgjik dhe atij internistik, ndërtimin e 3 objekteve të reja, përfshirë një pavion të veçantë për ginekologji, obstetrik dhe neonatologji, si dhe pajisje me teknologji moderne mjekësore. Тук сме со терен тим на Светската банка и на Европската инвестициона банка со кои ќе промениме низ техничките планови, можностите, структурата и ќе ги финализираме сите документи што ни се неопходни за започнување на javna nabavka, odnosno tenderi na gradba. Përgatitje teknike nga ana e spitalit tashmë kanë përfunduar. Drejtori Erzen Elezi bëri të ditur se grupi punues ka kompletuar projektimin për ndërtesat e reja dhe rinovimin atyre ekzistuese. Kështu nga ana jon nga Spitali Klinik të Tetovës janë bën të gjitha përgatitjet, si projektimi, grupi punues e ka bërë punën e vet për projektin e 3 ndërtesave të reja dhe 2 ndërtesave ekzistuese për rinovim. Punimet do të nisin menjëherë pas përmbylljes së procedurave administrative. Kryetari i Tetovës Bilal Kasami u zotua se do të angazhohet që projekti të jetë sa më parë funksional. Kjo edhe një herë dëshmon se projektet e rëndësishme kapitale të kësaj qeverie nuk varen se kush është ministër, kush vjen dhe kush shkon. Përkundrazi, tani më me ministrin e ri, bashkë me ekipën e Bankës Botërore kemi dalë në terren dhe nga sot edhe formalisht nis procedura e realizimit të një projekti, do kisha thënë më të rëndësishmit për këtë pjesë të Maqedonisë, për Tetovën, Pollogun dhe për pjesën perëndimore të Maqedonisë. Me përfundimin e këtij projekti, më shumë se 250.000 banorë të rajonit të Pollogut do të marrin shërbime më të shpejta dhe cilësore, duke ulur kohën e pritjes dhe duke shmangur dërgimin e pacientëve drejt klinikave të Shkupit.